Bregdeti i Lezhës me plazhet e Ranës së Hedhun, Shëngjinit, Kunes dhe Tales vijon të jetë ndër destinacionet më të preferuara nga pushuesit edhe gjatë këtij sezoni turistik. Mbi gjysma e hapësirave janë plazhe publike ku pushuesit mund të qëndrojnë pa pagesë. Ndërkohë edhe në zonat ku qëndrimi është me pagesë dhe administrimi kryhet nga Bashkia e Lezhës, çmimet mbeten të përballueshme. Tarifat janë 300 lek në Tale, 400 lek në Kune dhe 500 lek në Shëngjin. E diçka e tillë ka rritur interesin nga vizitorët, të cilët zgjedhin të qëndrojnë në këto hapësira. Një tjetër risi e këtij sezoni veror është vendosja në hyrje të çdo plazhi e tabelave me barkod, përmes të cilave pushuesit mund të marrin informacion të detajuar mbi administrimin e plazhit, çmimet e shërbimeve dhe të raportojnë çdo problematik. Kemi vendosur në gjitha pikat hyrëse të plazheve, kemi vendosur disa tabela me barkodin në mënyrë që pushuesit të kuptojnë dhe të skanojnë barkodin edhe të kuptojnë kohë reale ku janë plazhet pa pagesë, ku janë plazhet me pagesë, me çmimet që menaxhon bashkia, dhe pjesa tjetër ato i kemi heq plazhet që janë të hotelerive, i kemi heq nga harta dhe kemi lënë vetëm plazhet tona që menaxhon bashkia. Përmes këtyre masave, synohet që Bregdeti i Lezhës të ofrojë pushime me çmime të arsyeshme, standarde të larta shërbimi dhe transparencë për pushuesit, duke garantuar një eksperiencë sa më cilësore gjatë qëndrimit në vijën bregdetare.